Horoskopi ditor e hënë 14 prill 2025. Dashi, parashikohet një ditë disi e mbytur për ju, ku pozitiviteti dhe negativiteti do të jenë në luftë me njëra tjetrën. Përpiquni të gjykoni me mendje të ftohtë se si të rregulloni gabimet tuaja. Për sa i përket dashurisë, jeni konfuz në lidhje me zgjedhjet që keni bërë. Një surprizë e bukur në mbrëmje do jap ngjyra lidhjes tuaj duke bërë që të besoni ëndrat tuaja. Beqarët duhet të japin fund kritikave ndaj të gjithëve dhe ndaj gjithçkaje. Qëndroni larg polemikave, pasi rrezikoni të qëndroni gjithnjë vetëm. Demi, java do të nisë shumë mirë për ju, ku çdo gjë do të jetë në përputhje me dëshirat tuaja. Në dashuri, gjërat po shkojnë në relaks dhe qetësi të plotë. Në mbrëmje këshillohet që të dilni për një darkë romantike. Beqarët duhet ta shfrytëzojnë për mirë qetësinë që jep kjo ditë. Për sa i përket punës, do të keni rezultate të kënaqshme. Sidoqoftë, merrni parasysh një këshill. Mos rrezikoni pa qenë nevojshme, pasi çdo gabim do të ishte fatal. Binjakët, parashikohet një hënë e vështirë për ju. Disa peripeci nga rutina e përditshme do e bëjnë ditën të mërzitshme. Dhe në dashuri gjërat nuk po ecin mirë, ku nuk do të mungojnë debatet me tone të larta. Beqarët do të jenë të përqendruar krejtësisht te vetja dhe interesat e tyre personale, duke lënë pasdore jetën sentimentale. Jepini hapësirë njerëzve që ju rrethojnë në mënyrë që të hapen shtigje të reja për ju. Në punë, mos bëni më shumë se sa ju kërkohet. Kurseni energjitë tuaja, pasi duke parë situatën e pafavorshme, do të evitoni situatat e pakëndshme. Nga porrja, parashikohet një ditë e zakonshme për ju. Përqendrojeni vëmendjen tuaj në atë që mendoni se janë prioritetet tuaja, në mënyrë që të merrni kënaqësitë që meritoni. Në dashuri, shumë prej jush do të jenë entuziast. Duke parë lidhjen e fortë në çift, do të keni objektiva që të realizoni dëshirat që keni në kokë. Një ditë e mirë edhe për beqarët, ku do të ketë njohje të reja për ju. Për sa i përket punës, merrni masat e nevojshme në mënyrë që gjithçka të mund të rrjedhë sipas pritshmërive tuaja. Luani, një ditë mesatarisht e mirë për ju. Si shpirti i mirë ashtu dhe fiziku do të jenë në qendër të vëmendjes, ndërsa ky do të jetë momenti për të dhënë më të mirë në gjithçka që ndërmerrni. Për sa i përket jetës në dashuri, duhet që të jeni më tolerant në disa vendime. Jepni më shumë hapësira partnerit, në mënyrë që lidhja juaj të ecë si duhet. Beqarët do të jenë shumë të frymëzuar në këtë ditë. Energjitë tuaja janë të qëndrueshme në këtë periudhë. Prandaj, ka ardhur koha që të nisni një histori të re me dikë. Do të ketë surpriza pozitive për ju në punë. Është koha që të konkretizoni idetë tuaja që kanë qenë në pritje për një kohë të gjatë. Virgjëresha, qielli për ju do të shkëlqejë si asnjëherë më parë. Do të ndiheni mirë në disa situata, pasi dita do të jetë në favorin tuaj. Në dashuri këshillohet që të uleni të bisedoni me partnerin tuaj, në mënyrë që të sheshoni problemet që keni grumbulluar me kohën. Gjithashtu beqarët do të kenë si aleat të gjithë planetet. Në një buzëqeshje e juaja mund të vlejë më shumë se 1000 fjalë. Shfrytëzoni mundësitë tuaja në këtë ditë. Për sa i përket punës, disa nga ju do të kenë lajme të mira. Peshorja, java për ju do të nisë në mënyrë të jashtëzakonshme. Në dashuri ky do të jetë momenti i duhur për të zhvilluar pozitivisht marrëdhënien tuaj në çift. Do të jetë një ditë plot pasion dhe argëtim në çift. Beqarët do të jenë në një ditë të mirë dhe do të jetë në dorën e tyre nëse do duan të përmirësojnë jetën sentimentale. Përfitoni në mënyrë që të krijoni njohje të reja, duke hequr dorë nga zakonet e vjetra. Në punë, dita nuk do të jetë as pak keq. Planetët janë në krahun tuaj dhe rezultatet do të jenë të kënaqshme. Akrepi, një ditë e zakonshme për ju, ku në faza të veçanta do të jetë në përputhje me pritshmëritë tuaja. Nuk do të ketë surpriza të mëdha, po as probleme të pakapërsyeshme. Në dashuri do të dominojë dialogu, ku ndoshta do të mund të zgjidhni edhe disa probleme aktuale. Beqarët mund të mësojnë nga eksperiencat sentimentale që kanë pasur në të kaluarën, në mënyrë që të shfrytëzohen pozitivisht për të ardhmen. Përdorni qetësinë e brendshme dhe do të keni mjaftueshëm sukses. Për sa i përket punës, këshillohet që të ndërmerrni eksperienca të reja. Duke dhënë më të mirën tuaj, do të mund të arrini lart. Shigjetari, parashikohet një ditë e mirë për ju. Në dashuri, qetësia në familje është shumë e rëndësishme për ju. Bën një dhuratë për partnerin tuaj, në mënyrë që të krijoni emocione sentimentale gjatë ditës
dhe ta bëni më të lumtur klimën në çift. Në këtë mënyrë do të hidhni pas ditët e kaluara me grindje. Beqarët duhet t'i japin më shumë rëndësi intuitës së tyre dhe të mos bazohen gjithmonë te fjala e miqve. Bazoni te kjo këshill dhe do të keni një ditë të paharruar. Dita në punë do të jetë e jashtëzakonshme. Do të jetë e mbushur me kënaqësi dhe me iniciativa të veçanta. Do të jeni i mbushur me energji dhe shumë propozime tuaja do të marrin rrugë. Britsjapi. Parashikohet një ditë relativisht e mirë për ju. Duhet të tregoni i kujdesshëm në marrëdhënien në çift. Nëse uleni dhe bisedoni me qetësi, gjërat mes jush do të shkojnë si duhet. Për sa i përket beqarëve, nuk duhet të pretendojnë shumë nga vetja. Këshillohet që të jeni më të butë dhe më të qeshur. Vetëm në këtë mënyrë do të marrin zgjidhje disa tensione. Udhëhiquni nga intuita në lidhje me vendime të rëndësishme. Në punë, situata po merr avancim pozitiv. Marrëveshje të reja në shteg për ju. Shfrytëzojeni si mundësi. Ujori. Edhe për personat që i përkasin kësaj shenje, dita do të jetë e mirë. Pjesa ku duhet të tregoni kujdes është në aspektin sentimental. Dëgjoni më shumë se sa flisni. Përpiquni të mos nervozoheni shumë, ndryshe problemet do jenë të pashmangshme. Beqarët nuk duhet të dyshojnë në aftësitë e tyre. Një njohje e re është në sfond. Hidhuni me entuziazëm në këtë aventurë. Gjërat do të shkojnë mirë. Në punë nuk do të keni probleme. Shmangni projektet e shumta dhe përqendroni vetëm te ai që keni për zemër. Peshqit. Kjo hënë do jetë e shkëlqyer në çdo drejtim për ju. Qetësi familjare, sentimentale, por edhe një miqësi parashikohet për ju. Marrëdhënia në çift do shkojë më së miri. E gjithë dita juaj do shkojë në harmoni të plotë. Mbrëmja premton të jetë plot pasion. Edhe për beqarët parashikohet një ditë fantastike dhe me njohje të reja në aspektin sentimental. Është momenti ideal për të shijuar jetën maksimalisht, ndoshta siç nuk e keni bërë asnjëherë më parë. Edhe në punë koha juaj do të shkojë shumë mirë. Ambienti dhe raporti me kolegët në mënyrë të shkëlqyer. Projekte të reja në sfond për ju.